Vaj ulliri e ësëll, çfarë shkakton për kolesterolin, zemrën dhe trurin? Mjeku i jep lajmin e papritur. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit, i dhuron trupit energji ndërsa forcon imunitetin, sigurisht edhe mirëqenien. Konsumi i vajit të ullirit mund të sjellë shumë përfitime të mira për shëndetin, dhe si e tillë nuk duhet të mungojë kurrë në dietën tuaj ditore. Shtimi i vajit të ullirit vazhdimisht në vaktet tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të nxitur një imunitet më të mirë dhe për të evituar gjithashtu një sër komplikacionesh. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri, që mund t'i japë përfitime të rëndësishme ushqyese për mbrojtjen e organizmit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas kësaj, vlerat që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë përjashtimisht mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve të siguruara sipas Healthline, konsumi një lugë e gjelle e vaj ulliri ësëll mund t'i ofrojë organizmit tuaj benefite të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë vaj ulliri janë më pak të prirur për të vuajtur nga sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, duke përfshirë këtu tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak, nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë gjithashtu mirëbërëse për shëndetin dhe lehtësuese kundër komplikacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe receta që do të merrni në fund do të jetë gjithashtu shumë e rëndësishme për ju. Vaji i ullirit përmban vlera ushqyese mjaft të rëndësishme. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është monoepangopur dhe 9% është poliangopur, duke cilësuar atë si një përzgjedhje mjaft të mirë edhe për shkak të 14% të vajit të ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban gjithashtu edhe antioksidantin beta-karoten dhe vitaminën E, të cilat do të luajnë një rol të mirë parandalues në dëmet që i shkaktojnë organizmit dhe do të nxjisë të keni gjithashtu një shëndet më të mirë dhe një imunitet akoma dhe më të fortë. Por çfarë e bën vajin e ullirit më të mirë se vajrat e tjerë dhe si ndikon ai në organizmin tuaj? Vaji i ullirit lidhet gjithashtu me numrin më të ulët të humbjeve të jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë, krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit mbron trupin kundër zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji i ullirit ul edhe P21 rast, një onkogjen që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studime të ndryshme kanë treguar se nga vaji i mistrit, ndryshe nga i cili rrit agresivitetin e komplikacioneve, vaji i ullirit kishte gjithashtu efekte krejt të kundërta në organizëm, duke i siguruar atij një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është edhe oleo kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë nga trupi proteinën abnormale të Alzheimerit në tru. Për këtë, informacionet janë mbështetur gjithashtu edhe falë substancave ushqyese që vaji i ullirit i përmban me shumicë. Sipas studimeve të shpjeguara se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Organizmi i fuqishëm dhe energjik do të jetë gjithashtu edhe më i madh me shtimin e vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore. Të mirat që vijnë nga vaji i ullirit në aparatin tuaj tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjen dhe radikalet e lira në organizëm. Studime të shumta kanë treguar se nivelet të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë këtu stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit të ullirit dhe antiinflamatorëve të tij.
Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik dhe ceristol. Ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj nisja e ditës me konsumin e një lugje dhe vaj ulliri mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik, të cilët ndihmojnë në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut. Ndaj nisja e ditës me këtë vaj është veprimi ideal për të fuqizuar organizmin dhe për t'i dhënë atij më shumë energji. Sigurohuni të konsumoni vajin cilësor vazhdimisht në dietat tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund janë vërtet fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitimet e duhura maksimale. Ai njihet gjithashtu edhe për efektet e tij pozitive në zemër dhe shkon përtej kësaj. Sipas Bright Side, duhet të shtoni me patjetër një lugje dhe vaj ulliri në dietat tuaja. Çdo mëngjes një lugje dhe vaj ulliri mund të shoqërohet me shumë përfitime të rëndësishme në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline thonë se vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në recetat tuaja ditore dhe kryesisht edhe në vaktin e parë të ditës do të përmirësojë dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai do të reduktojë skuqjen e entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe do të shërbejë gjithashtu si një produkt antiinflamator shumë i rëndësishëm në dietat tuaja ditore. Vaji i ullirit ndihmon edhe në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën e duhur të trupit dhe mban larg komplikacionet dhe problemet e saj. Ndaj shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memori më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave, duke mbajtur larg komplikacionet e njëpasnjëshme. Sigurohuni të keni pjesë përbërëse të dietave tuaja vajin e ullirit dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu fantastike në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë ku kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimeve të mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Vaji i ullirit do të zvogëlojë inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri do të përmirësojë kështu edhe shëndetin tuaj të zorëve, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm më të shëndetshëm. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak shkaktojnë ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri çdo ditë do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur një ditë të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.